Përshëndetje gjithëve. Siç e keni pa në titull, kam vendosur me shit setupin. Do thoni ju son, po sa e ndërtove më vëlla, na ke bëj 100 setup ture. Sa po investove në to me monitora të ri, kartë grafike të re, timonin me karriken. Jeni të thonë çat ka pjell menjë kësaj herë o son. Çka kemi bëu son tash që po shet setupin. Se YouTube pas setupin nuk bën dot. A dhe lesh YouTube-in fare, çai bie? Jo, pa merak. Arsyeja pse po e bëj kët ndryshim drastik me thonë, është kompjuteri. Do thonë ju oson ky është super kompjuter, si mund të jetë kjo arsyeja për ta shit. E vërteta është që përveç kartës grafike, pjesët e tjera janë të vjetra. Jo të vjetra që janë shumë të vjetra, po për standardet e sotme nuk janë më on top me thonë. Pasi ky kompjuter është një pre-build, do të thonë është një kompjuter që nuk e ka montuar dikush, po është montuar nga një kompani, nga Corsair, dhe është montuar në 2019-ën, që i bie para 7 vjetëve. Në 2019 ky ka qenë kompjuteri gati më i mirë në botë, por tash jena në 2026. Edhe procesori dhe RAM-i që ka nuk janë më në nivelin që duhet. Për t'ju shpjeguar se çfarë do të thonë, marrim kartën grafike që më bën upgrade, që shkova nga AMD 5700 XT-ja 8 GB, te Nvidia RTX 4060 Ti 16 GB, që normalisht duhet të jetë goxha ndryshime edhe duhet shoh një ndryshim performance. Problemi është se i vetmi vend që pash ndryshim ishte të fakti që nuk bote më crash. Pra gjëra është rehat paktën. Ama FPS-in lojra, as edhe një ndryshim. Kështu që vendoseni vetë në vend tim. Të investosh gjithë ato lekë për marrë kartë grafike, që të përmirësohet performanca, edhe i vetmi ndryshim që të shohësh është që të mungojnë lekë në portofol. Edhe aty kuptova që problemi më i madh pas ka qenë procesori se sa karta grafike. Procesori që kam unë është Ryzen 7 3800 XT, që në kohën e vet ka qenë më i miri. Po tash janë të Ryzen 7 9800X 3D, që këto dy procesora janë nata me ditëm njëri tjetrin. Loja që kam pa më shumë të problemin e këtij kompjuteri është Fortnite, një nga lojrat që kam luajtur më shumë. Ku edhe me kartën e re grafike, për shkak të procesorit dobët, bite FPS-i nga 120 direkt, vup në sekond. Për arsye se Fortnite është më shumë lojë procesori se sa lojë kartë grafike. Edhe shumica e lojrave janë tilla. Edhe arsyeja tjetër kryesore se bolli u lodha kokën është RAM-i, të cilët edhe pse janë 32 GB, janë DDR4 me shpejtësi 3200. Ndërsa tash është DDR5 me shpejtësitë 5600, 6000, që i bie 2 fish më të shpejta. Tani bolli u lodha kokën me këto numrat, se e di që shumica për ju nuk është se merrni vesh edhe ose ju interesojnë shumë këto. Arsyeja pse vendosa ta bëj tash ndryshimin, është sepse besoj që nëse e maj edhe më këtë kompjuter, ka mira vlera për tokë dhe e shes për 2 lekë. Prap, me sa e kam ble, për 2 lekë jam të shit, ama nëse e maj edhe më i bie që me vërtet për 2 lekë duhet me shit. Teknologjia dita ditës vetëm rritet, e sa më shumë ta marrësh një pajisje, aq më shumë ka mira vlera. Domethënë siç bëna me laptopin që harxova pak më shumë, po të kem pak siguri edhe konsiderohet si investim për të ardhmen, duke marrë me çdo pjesë të fundit, vendosa që edhe te gjoja kryesore e imja, setupi duhet me bot një të gjë. E di që këtë vit ja kam lodh pak kokën me video sponsorizume, ama ato sponsora janë të botë mundshme që unë ta ndroj setupin. Se kam qelluj pa fat që në të dyja rastet që kam ndru kompjuter, edhe kur bleva kët, edhe tani, çmimet të pjesëve të kompjuterave shkojnë edhe fluturojnë. Kur mora kët kishte probleme me karta grafike, kartave grafike u shkoi çmimin maksimum. Tash që do më mor tjetrin RAM-it i ka shku çmimin kulm, kështu që po do harxohet goxha lek për këtë setupin e ri që do bëhet. Po një gjë tjetër që mund ta thoni ju, okay, pra son ndro kompjuterin, pse gjithë setupin? Siç mund ta shihni në ekranin, tash i kam vetëm 2 këtu, jo 3 siç i pa ata kur bëna videon e setupit, për arsye se një prej tyre e thyva. Vetëm shifeni. Zot, ja ku është thymja. Mas gjithë sa e kohë të ndërtu setup, për një video Rocket League të leshit, shkoj thej ekranin, i prish setupin vetes. Kështu që s'kishte kuptim më të masha një vertikal, një kështu, një ashtu. Thjesht mora 47 polça dhe i lash kështu. Edhe pjesa tjetër është e timonit, i cili zë goxha vend. Nga muri deri këtu me gjithë veni është i zonë, edhe është diçka që unë e përdor shumë rrallë, seriozisht. Kështu që po, edhe kjo pjesë do shitet. Pjesa e simulatorit, me thonë, pjesa e timonit. Për timonin vje pak gjyna të drejtën se sa do e përdor rrallë prap ishte diçka e lezetshme, të sa karrikja thjesht më shumë ka bezdi se sa ka kry punë. Se edhe për video kisha shumë të vështirë të kalosha nga këtu, me shkuve më ula nej, me kthy ekrane për me inqizu, se shifsha do të veten mirë, shifeni pak të fotoja se çfarë do të bosha unë, sa herë që unë desha më bë video me Timon. Edhe me dash ta prish motivimin vëlla. Kështu që po, gati e gjitha do iki. Tashi sa do ky kompjuter ma kanë nxijetën me crash, me FPS-a dop në përlojra. Prapë është një nga arsyet pse jam bo gjitha ato video.
Një nga arsyet pse unë kam filluar të fitoj me këtë hobi që kam YouTube-in, që më ndihmu familjen edhe të bëje që t'ja vleje kjo që po bëj. Se para se të mesha këtë kompjuter, të them drejtën, u merrja rreth 30 euro në muaj, që s'janë mjaftueshëm as me paguajt internetin le për më shumë. Kështu që do më marri malli. Edhe me këtë kompjuter kena shku nga 16.000 suba në 86.000 suba, edhe nga 3.8 milion shikime në 38 milion shikime. Kështu që sado ka problemet e veta, kam më morë malli për këta. Edhe timoni i ku po vinë 2 persona ndryshme me morë ata dhe këta. Por që po duket shumë bosh dhoma pa timonin. Do duket edhe më bosh kur t'i ikin e këtë tjerat. Okej, edhe tani kompjuteri është gati për format, që dhonat i kalova këtu te laptopi. Monitori 3, siç mund ta shihni, është heq nga muri, është aty në tokë. Kështu që për herë të fundit pa shoh kompjuterin kështu. Okej, jo ku po bëhet reset kë, 80%. Tu kemi kutinë e kartës grafike, kablat dhe konte monitorave, plus mikrofonin. E shita, nuk kam më kompjuter. Edhe ky është setupi madhërhishëm për momentin. Laptopi, tastier mouse, mikrofon, webcami që është sipër koshit mbeturinave, edhe kufjet, apo edhe drita. Kështu që desa ble kompjuterin tjetër, kështu kam ngel. Problemi është se si kam me editu këtë video unë, se jam mësu me 2 ekrane dhe me një tash sikur se përdor dot. Si t'ja bëj. Po, ju kujtohet e video e laptopit? Që Arzopa do t'na sillte dhurat, po për një gjën e gabume? Ky është një aksesor që përshtatet fiks me laptopin. Sapo ju tregova që kam bler një laptop, më thanë prit se kena edhe një dhurat për ty pra. Shkojmë edhe hapi. Arzopa më kanë sjell produktin e gabum, nuk më kanë sjell atë që më thanë që do sjellin. Kur marrova video një thash, jeni gabu, vëlla, më keni bërë gjën e gabume. Edhe më thanë, na fal, ja ku e ke edhe produktin e saktë. Më lanë me majtë e dyja, dhe të kalumen edhe ka. Nëse shkim ta hapim t'ja tregoj. Çka ka këtu mrena? Shife një çantë për ekranin. Okej. Edhe tash është ekrani, pasa kablat këtu, edhe garancia. Okej, sa i bukur është shok. Ky shëriti këtu mrapa është komba, që mund ta hapësh. Edhe ja. Ky ekrani që më ka sjell është edhe më i mirë se ekrani vet laptopit. Laptopi ka ekranin 1080p 144 Hz, që është mirë goxha, ndërsa ky është 2K 180 Hz, si monitorat që shita. Tani po shumë kohë shkëm edhe vem punë. Edhe ja rezultati final. Është pak romuj aty në mes me kabla, me budalliqe, po që është setup i momentit, nuk është se do rrije kështu. Edhe tash jena me 2 ekrane dhe mund të heqim koshin e meturinave se ma webcamin kjo. Çdo gjë është smooth. Kështu që faleminderit Arzopa që na ndihmojnë për këto raste të vështira. Tani që jam në hall na erdhi ndihmë. Tani besoj se në lidhje me setupin do keni edhe 2 video, që akoma se janë bo se s'është ble kompjuteri, por që do keni video në unboxing, kompjuterit, ekraneve të gjitha, edhe video në setup tour, kur tjetë çdo gjë përfundume do bëj setup tour final. Faleminderit që keni pa videon, që mos të humni videot e tjera, bëjni like edhe subscribe, apo edhe nëse doni pa video gaming i keni te kanali Elison, jo te Alkingsi, te Elison i dalin video gaming, edhe bashkë në videon e radhës. Bye bye!